Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit nëntor për shenjën e Gafores. Gafore, java e parë e nëntorit do të sjellë lajme shumë të mira për ju, do të sjellë realizimin e një ëndre e diçkaje që ti e ke shumë për zemër, e ke dashur për vite me radhë dhe ka të bëjë me familjen tënde. Mund të jetë një çështje që lidhet me bashkimin familjar për disa gafore, sidomos ato që jetojnë larg, mund të jetë një çështje që ka të bëjë me një vizë turistike apo vizë pune, vizë pra që prindrit ose motra, vllai, dikush i familjes të vi për vizitë tek ju. Do të merrni lajmin pozitiv që ata janë aprovuar, shumë shpejt mbetet vetëm pjesa pastaj e marrjes së biletës dhe ata mund të vinë. Për të tjerë është përfundimi i një procesi të gjatë ku finalizohet pjesa e bashkimit familjar dhe është një qetësi, një çlirim i madh për të gjithë ju. Ju shikoj shumë të lumtur, shumë të qetë, të mbledhur me familjen tuaj. Disa gafore kanë edhe si prioritet në këtë kohë përfundimin e një çështje që ka të bëjë me një pronë, me blerjen e një prone. Mund të jetë banesa e parë, shtëpia e parë që ju merrni dhe është sigurisht është një ëndër se ju doni të keni atë bazën familjare sa më stabil. Dikush mund të dojë të marrë një shtëpi të dytë por afër me prindrit apo afër me motrat, me vëllezërit, që të keni të gjithë të jeni aty për njëri tjetrin, për ta ndihmuar njëri tjetrin në përditshmëri. Nëse prisni, keni bërë aplikimet dhe prisni që të merrni përgjigje nga banka, nga institucione financiare për t'ju dhënë një kredi, data 5 nëntor është koha më e mirë që kjo pjesë të konfirmohet apo që transaksioni i shit blerjes të ndodhë, sepse kemi hënën e plot, hëna e plot është kulmi i energjisë, dhe është në shenjën e demit. Demi lidhet me si energji, lidhet me parat, lidhet me pronat, lidhet me tokën, me gjithçka që është me vlerë, po edhe me pjesën e fertilitetit. Prandaj ka shumë gjasa që të merrni përgjigje pozitive rreth datës 5 nëntor, 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, zjat si energji. Për të tjerë, nëse keni probleme, keni pasur më përpara probleme me infertilitetin, një datë shumë e mirë për të provuar, për të mbetur shtatzan, është sigurisht data 5, siç ju thash, gjatë hënës së plot. Dikush mundet, disa gafore mundet edhe të zbulojnë që janë në pritje të ëmbël, dhe kjo do të jetë një arsye sigurisht për ta festuar. Ju shoh mjaft të lumtur, keni mbështetje, suport nga familja, plot njerëz rreth jush, por edhe për ata që janë single, do të krijohet një arsye gafore në javën e parë. Mund të jetë një fest ditëlindje, mund të jetë një rast tjetër, një darkë familjare, ku është mirë të merrni pjesë, sepse do të bëhen shkak familjarët tuaj ose një person nga shoqëria, një personit familjes që t'ju prezantoj me dikë. Dhe kjo njohje do të jetë një njohje shumë e mirë, mund të shkojë deri në martesë, në një lidhje afatgjatë, sepse do t'ju shohin duke ju njohur të dy palët, personi që do jetë si ndërmjetës mes jush, duke ju njohur të dyve e di shumë mirë që mund të përshtateni me njëri tjetrin. Prandaj merrni pjesë, nëse ju ftojnë diku, organizohet diçka, merrni pjesë sepse gjasat janë që të gjeni vërtet atë personin, shpirtin binjak, personin ideal, ta njihni gjatë kësaj feste. Pastaj në javën e dytë ju shikoj shumë të angazhuar. Kjo do të jetë një javë ku do keni shumë punë, shumë përgjegjësi, edhe për shkak se e dini që muajt në vijim do të jenë muaj me shumë punë për ju dhe nuk keni kohë për të humbur gafore. Ju shikoj të fokusuar te një çështje që ka të bëjë me një rrugë, që ka të bëjë me përgatitjen për një udhëtim. Për disa gafore mund të jetë udhëtimi që lidhet me ardhin e prindërve apo të motrës së vllajt. Pjesa e vizës u aprovua, tani duhet të blini bileta, duhet përgatiteni që të keni ambientin e shtëpisë sa më komod dhe të keni dhe hapësirë që ata të vinë t'ju vizitojnë.
Çështje që ka të bëjnë me, siç ju thash, me vazhdimin e nga lajmi i mirë, nga gëzimi, pastaj mendoni për anën praktike, gjërat e tjera që duhet bëni. Përveç kësaj, në vijat përgjithshme, java e dytë është një javë suksesi, është një javë fitori, është një javë ku ju ndjeni mirë, ndjeni të plotësuar, por e dini që keni dhe shumë punë për të bërë nga ana juaj. Duhet jeni mjaft të fokusuar në muajt në vijim. Fokusuar që ti vendosni të gjitha ato plane, gjërat çfarë keni si synime për fundin e vitit, por edhe për fillimin e 2026, si vendosni të gjitha gjërat, planet në vijë në drejtimin e duhur. Pastaj java e tretë me hënën e re në energjinë e akrepit, që është me datë 20 nëntor, do të sjellë disa të fsheta, do të sjellë disa sekrete, disa gjëra që nuk janë biseduar më përpara, do të nxjerrë në sipërfaqe, gjëra për të cilat ndoshta janë mbajtur sekret për të mirën tuaj, sepse nuk ka dashur familja, njerëz të tjerë që t'ju mërzis, që t'ju shqetësoj, sidomos gaforet që janë larg. Mundet që tani gjërat janë konfirmuar edhe me ardhjen e tyre, ato duan që t'i sqarojnë disa gjëra, t'i thonë disa gjëra që s'ti kanë thënë më përpara. E shikoj që nuk do t'jetë diçka serioze për të pasur, për të mërzitur apo për të bërë debat. Mund t'ju vi pa keq, thoni pse nuk më the, do ishte mirë ta kisha ditur këtë gjë, të kisha ndihmuar, të kisha qëndruar pranë, por nuk do bëhet shkak për debate, nuk do bëhet shkak për mosmarrveshje. Disa gafore mund të kenë në ambientin e punës pak kënaqësi, sidomos gaforet që punojnë me klient, gaforet që punojnë me persona, gaforet që punojnë në institucione financiare, që merren me siguracion, që merren me marketing, pra fusha ku ti je në kontakt me njerëz të tjerë, mund të dalin çështje problematika të ndryshme nga klientët, ku janë të pakënaqur, kërkojnë më shumë, duan më shumë, kanë pritshmëri të cilat mund të jenë edhe jo realiste, se shikoj që ju do jeni mjaft të kujdesshëm, nuk do përfshiheni, nuk do bini pre e ngacmimeve, provokimeve, nuk do bini në këto grackat e konflikteve, përkundrazi do t'rregoheni shumë të kujdesshëm për të thënë diçka apo por do t'jetë një mësim i mirë, do t'jetë një mësim me vlerë. Gafore, duhet të ndodhë kjo gjë që ti të mësosh në mënyrë që në të ardhmen të vendosësh disa kufin, disa rregulla më strikte në mënyrën se si ti komunikon me të tjerët, të dish se çfarë informacioni t'ju japësh, sepse nga dashamirësia jote mund të kesh thënë diçka më shumë, mund të kesh premtuar diçka më shumë, mund të kesh thënë një gjë për të qenë më pozitive ose pozitiv si person, për të ndihmuar të tjerët, dhe është diçka që ti nuk e përmbush dot, nuk është brenda mundësive të tua që të kesh mundësi ta realizosh. Dhe java e fundit sidomos sjell një fokus tek pjesa e komunikimit për veten tënde në raport me njerëzit dhe sidomos tek marrëdhëniet e punës. Do të tregoni shumë herë më të kujdesshëm me fjalët që thoni, me mënyrën se si komunikoni, me dërgesat e emaileve apo të informacioneve, me kontaktet online, gjithçka, sepse çdo gjë që bëhet online, mendojeni, dhe kjo është një frazë për të mbajtur mend, nëse ti diçka që e dërgon në email apo diçka që e dërgon në mesazh privat nuk do t'jetë postuar online që të gjithë ta shohin, më mirë mos e dërgo. Kjo është energjia e javës së fundit ku ju shikoj të kujdesshëm. Thash, nuk do ndodh diçka madhore, nuk do ndodh një problem madhor, po do jetë një pjesë që do t'ju tërheq pak veshin, do t'ju tërheq vëmendjen në mënyrë që ti të mbrohesh, të ndryshosh pjesën e sjelljes në raport me klientët, në raport me kolegë, në punë me persona të tjerë, që mos të ndodh diçka më problematike, më e madhe, më vonë në të ardhmen. Prandaj edhe nga orakulli mesazhi për ju thot victory, fitore.
fitore, energji pozitive, jeni në një fazë që ju po ndërtoni diçka shumë stabil për veten tuaj, për të ardhmen tuaj, një bazë të fortë, duke pasur familje në afër, duke pasur shumë mbështetje, shumë dashuri nga përkraje, po ashtu numri 44 lidhet me 8-ën, gaforet që kanë lindur me datë 8 ose gaforet që e kanë numrin e jetës 8, apo nëse të ndodh që ti gjatë muajt nëntor e shikon shpesh 8-ën si numër, kudo e shikon tek telefoni, e shikon targa makine, kudo është një shenjë për ty që ti je në këtë fazën e ndërtimit të pasurisë, të stabilitetit për veten, për të ardhmen tënde. Por kujdes dhe nxjerrni mësim nga gjërat çfarë do të ndodhin, sepse kemi dhe Mërkurin e kthyer gafore. Gjatë pjesës më të madhe të nëntorit, Mërkuri është i kthyer nga data 9 deri me datë 29. Shpikërisht java e tretë, ku do jetë ai momenti kulminant që dikush ankohet, ka një pak kënaqësi, thot po ti më the kështu, më premtove, nuk doli ashtu. Kush punon edhe me pjesën e reviews ose të feedbackut që u lën online për shërbimin që ofroni, mund të merrni një review që nuk është e mirë. Janë gjëra që ndodhin, janë gjëra më së normale, sepse ndonjëherë varet se çfarë kërkesash ose çfarë pritshmërish kanë edhe njerëzit dhe çfarë marrin si shërbim, po mësoni nga kjo eksperiencë në mënyrë që në të ardhmen të dini puna vet të jep dituri, të jep informacionin që ty të duhet, që t'jeni më të përgatitur. Kjo është e vetmja gjë që duhet keni kujdes. Pjesa tjetër pastaj do jetë një muaj shumë i mbar, shumë pozitiv. Okej, gafore, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për nëntorin. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem i jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos të humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe sigurisht tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat, një muaj sa më të mbar. Mirupafshim.